E megjithatë, nga fronti, me gjithë këto pakënaqësi, ju pranuat që t'ishit edhe pjesë e AKI-s. Dhe me që i përmendët zgjedhjet lokale, ju hyt në zgjedhjet lokale bashkë me AKI-n, po nuk i përmbyllët zgjedhjet lokale bashkë me AKI-n. Në një moment, siç janë zgjedhjet në Vrapçisht, ju zgjodhët që të dilni vetë me kandidatin tuaj që çuditërisht pastaj u mbështet nga Vleni. Ne nuk kemi pasur marrëveshje me partitë të cilat apo me individ të cilët mbetën në zgjedhjet tani që u organizuan sërish në Gostivar dhe në Vrapçisht dhe prej herës tjetër e sqarova. Dhe me thënë, ne kemi pas marrëveshje me Frontin Evropian. Ndërka që parti politike brenda frontit ka bë marrëveshje më pas me një subjekt tjetër politik në këtë rast, me aleancën tjetër të tyre. Dhe unë edhe e sqarova që ne kemi marrë pjesë në AKI, apo si front e kemi vazhduar betejën edhe në zgjedhjet lokale për të vetmen arsye, për t'i qëndru ballë vëmëros që priteshte se megjithatë do ndodhte sërish edhe një humbje për fatkeqe komunave, por që ne kemi menduar se bashk do ja dalim që të mbrohen, sidomos Kërçova dhe Brvenica të mund të rikthehet, sepse veç ishte nga zgjedhjet e kaluara e rënë në duart të tyre. Por megjithatë, rezultati që doli kur u numëruan votat dhe kur u pa që kjo AKI apo Fronti Evropian, si duam ta quajmë, nuk e dha rezultatin që priteshte, sepse qëllimi kryesor i ndërtimit të Frontit Evropian ka qenë përballja me VMRO-n. Pra rezultati tregoi që nuk ja dolëm. Kuptoni pra, dhe ti kur nuk ja del në një betejë politike, siç ndodhi rezultati në zgjedhjet lokale, patjetër si subjekt politik duhet të ripozicionohesh për të parë se në çfarë forme do mundesh ta vazhdosh betejën, sigurisht për të realizuar qëllimin e njëjtë, por duhet ndruar mekanizmat. Kjo është e tëra. Ju vjen keq për Vrapçishtin? Në ç'kuptim? Që nuk arritët të fitonit. Në çdo betejë që hyhet, normal që hyhet për të fituar, po padyshim që të dyja janë opsionet. Realisht, nëse i vërejmë rezultatet në të dyja qytetet, ndodhi që kanë fituar kandidatët me mira vota më pak tani. Kjo i bie që ka një pakënaqësi të përgjithshme në ato vendbanime, edhe mos arritja e cenzusit e dëshmoj prej herës së parë, kështu që ne vetëm kemi dhënë kontributin ton për ta patur qytetarët mundësinë, sepse kandidati i jon që më pas u mbështet edhe nga të tjerët, është gjëja më normale, unë besoj, kur ka një kandidat mirë, që madje kandidimi i të cilit nxitet nga vetë banorët atje, normal që unë do kisha thënë se është mirë të mbështetet nga njerëz, nga individ, nga subjekte, nga shoqata, nga grupacione, të cilat mendojnë se ai individ do jetë më i përshtatshëm për t'u udhëhequr në krye të një institucioni, dhe ky është rezultati, ja ku jemi, kjo është.